Në botën televizive jo çdo gjë është aq e buzëqeshur sa duket, sepse ka edhe raste që në publik figurat e ekranit duken të qeshura, por në prapasken gjërat janë shumë ndryshe. Sonila Meço ka një karrierë të gjatë në gazetari, por nëse do të thonin një pikë të përbashkët që ajo ka me Neda Ballukun, është fakti se të dyja kanë qenë opinioniste në reality show të ndryshme, Neda në Big Brother dhe Sonila në Ferma VIP. Sonila njihet si gazetare që shpreh hapur kritikat që ka për qeverinë, ndërsa Neda, përveç fakti që ka qenë opinioniste në disa formate, njihet edhe si kunata e ministres Belinda Balluku. Por në mënyrë krejt të papritur, midis vajzave të ekranit ka filluar një përplasje. Çdo gjë nisi kur Neda tha se është absurde që të lindësh fëmijë e t'ja lësh prindërve për t'i rritur. Neda tha: "A ka mundësi mos ja lini prindërve tuaj fëmijët se ja u nxit jetën? Po ua merrni dhe ato pak vite që i kanë ngelur. Boll kanë vuatur duke mbajtur vjerën dhe vjerin, e më pas ju rritën ju, e tani të rrisin edhe fëmijët tuaj. Mos bëni fëmijë nëse nuk i rrisin dot vetë." Menjëherë, kundër Nedës ka dalë Sonila Meço. Ajo ka shënjestruar Nedën duke thënë: "Mos u ngutni të gjykoni prindrit pse ja u rrisin fëmijët gjyshrit. Ato nuk e bëjmë këtë gjë nga qefi, por nga halli sepse nuk kanë zgjidhje tjetër. Një prind që duhet të mbajë familjen e të paguajë qiran e detyrimet e tjera, nuk ka gjithmonë mundësi të paguajë edhe një kopësht ku të ketë sigurinë që fëmia do i mbahet mirë. Prandaj, mos i akuzoni prindrit, ato thjesht nuk munden të përmbushin çdo detyrim. I çojnë fëmijët e gjyshrit, se shteti ka dështuar që t'i krijojë atyre kushtet më minimale." Të shumta kanë qenë komentet ku janë shprehur se Neda ka fat dhe nuk i mungon asgjë, sepse ka shkuar nuset e një familje me kushte të mira, se po të ishe shtrese mesme, nuk do të fliste kështu. Debati mes Neda Ballukut dhe Sonila Meços nuk është thjesht një përplasje mendimesh, por është pasqyra një shoqërie të ndarë mes atyre që kanë mundësi të zgjedhin dhe atyre që luftojnë për të mbijetuar. Po ju, në cilën anë qëndroni? Në këtë rast, i jepni të drejtë Nedës apo Sonilës? Na tregoni mendimin tuaj në komentet poshtë videos. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante, bëjni subscribe kanalit ton të YouTube-it.